Të nderuar teleshikues, përshëndetje, u jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Një javë pas nisjes së procesit të rinumërimit nga administrata e KQZ-s, kandidatët për Tiranën dhe partitë kryesore vazhdojnë të akuzojnë Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve për vendime të padrejta, duke hedhur dyshime mbi përzgjedhjen e votave që po konsiderohen të vlefshme apo të pavlefshme në këtë fazë. Procesi i rinumërimit të votave në qarkun e Tiranës, i nisur pas vendimit të dy antarëve të Partisë Demokratike në Komisionin e Ankimimeve dhe Sanksioneve, po shoqërohet me debate të forta dhe pretendime nga kandidatët kryesor të dy forcave më të mëdha politike në vend. Kandidatët socialistë dhe demokratë akuzojnë KAS se votat që më parë u konsideruan të vlefshme dhe të llogaritura në procesin e parë, po shpallen tashmë të pavlefshme për kandidatët, por jo edhe për subjektet politike. Kjo sipas tyre po ndikon në mënyrë të padrejtë në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve. Erion Braçe, kandidati i Partisë Socialiste, ka dhënë shembull konkret në një postim në rrjetet sociale. Ai tregon një rast ku një vot me shenjën e topit të Mato Grudës, që ishte i numëruar më parë si e vlefshme në një kuti votimi në njësim 5, është shpallur më pas nga KAS si e pavlefshme. Braçe ngre pyetjen retorike, nëse kjo shenjë është konsideruar e pavlefshme, ndërkohë që një tjetër shenjë si zemra është pranuar. Nga ana tjetër, ai ka publikuar edhe fletë votimit të tjera, të cilat sipas tij duhet të ishin konsideruar të vlefshme për kandidatët përkatës, por që KAS i ka shpallur të pavlefshme vetëm për Partinë Socialiste, sepse shenja është dhjashtë kuadratit të kandidatit. Edhe kandidati i Partisë Demokratike Ilir Ali Mehmeti, përmes vëzhguesve të tij zgjedhor, ka shprehur shqetësime për procedurën. Vëzhguesit thonë se po ndodh një heqje e padrejtë dhe e qëllimshme e votave nga ana e KAS, duke cënuar drejtësinë dhe transparencën e procesit. Në këtë akuza dhe pretendime janë shoqëruar me tensione të forta në media dhe në rrjetet sociale, teksa rinumërimi vazhdon dhe pritshmëritë për një përfundim të drejtë mbeten të larta. Komisioni i Ankimeve dhe Sanksioneve nuk ka bërë ende koment zyrtar për akuzat, ndërsa procesi do të vijojë në ditët në vijim me objektivin për të sjellë një rezultat final që të pranohet nga të gjitha palët. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar pamje që sipas tij tregojnë shpërndarjen e certifikatave të pronësisë dhe lejeve të legalizimit në zonën e Freskut në Tiranë, vetëm pak ditë para nisjes së fushatës. Ai e cilësoi këtë një akt kriminal për blerje votash dhe paralajmëroi se do të publikojë prova të reja. Një tjetër akuzë fort ka ardhur sot nga Sali Berisha në drejtim të mazhorancës. Ish kryeministri publikoi pamjet që sipas tij tregojnë shpërndarjen masive të certifikatave të pronësisë dhe lejeve të legalizimit në zonën e Freskut vetëm pak ditë para nisjes së fushatës elektorale. Mikrofonin. Këtu jemi tek Fresku. Ta kriminal elektoral po ndajnë aty certifikata pronësie, leje legalizimi. Është vetëm pak ditë para fushatës elektorale. Publikisht. Sipas Berishës, kjo nuk është një rast i izoluar, por pjesë e një skeme të organizuar që është zbatuar në shkallë kombëtare. Ai pretendon se janë shpërndarë mbi 6.000 legalizime, të cilat sipas tij përkthehen në mijëra vota të blera. Në total janë dhënë leje legalizimi 5.990, pra 6.000 leje legalizimi. Imagjinoni këto minimumit. Berisha komentoi dhe vendimin e Shteteve të Bashkuara për të shtyrë me një vit gjendjen e emergjencës për Ballkanin Perëndimor. Sipas tij, ky vendim lidhet me atë që siç thot ai, qeveria shqiptare ka me kartelet e drogës. Ramaduro, çfarë komenti tjetër don? 3 ditë para kryeministri i Shqipërisë nga media kryesore numër 1 e Shteteve të Bashkuara dhe botës u damkos Ramaduro. E kuptove? Tjetër, 3 javë më parë, një zyrtar i lartë i Departamentit të Drejtësisë solli këtu mesazhin e Ministrit të Drejtësisë Shteteve të Bashkuara apo prokurorit përgjithshëm, quajeni si doni, ishte një funksion, me të cilin kërkon që Shqipëria të merret me kartelet e saj të drogës. Media numër 1 e botës. Pra, si të mos e shpalla të më thujti mu presidenti Trump, Ballkani një zonë të rrezikshme? Kjo është arsye. Në fokus të kritikave të Berishës është dhe emërimi i Genc Deromemajt në krye të kadastrës së Vlorës. Ai tha se ky i fundit e kishte njoftuar për tërheqje nga politika, por nuk kishte dieni për pozicionin që do të merrte. Në Vlorë, por është zgjedhja e tij. Kaq është. Zoti Berisha, investimin ai e ka patur në PD. Se si gjeti këtë vlerësim të lartë nga
Në fund, Berisha deklaroi se do të publikojë materiale të tjera që sipas tij dokumentojnë blerje votash me certifikata pronësie dhe leje ndërtimi në zona të tjera të vendit, duke akuzuar qeverinë për manipulim të qëllimshëm të zgjedhjeve. Tre fëmijë të mitur, 2 prej tyre me monopatinë elektronike dhe një tjetër me një monopatinë tjetër u përplasën nga një automjet në kryqëzim pranë piramidës në Tiranë. 2 prej tyre ndodhen në gjendje të stabilizuar, ndërsa një 11 vjeçar është në gjendje të rëndë pas një goditjeje në kokë. Policia ka shoqëruar shoferin dhe po heton rrethanat e aksidentit. Një aksident i rënd ndodhi paraditën e sotme në një nga zonat më të frekuentuara të kryeqytetit, në bulevardin Dëshmorët e Kombit pranë piramidës, ku 3 fëmijë të mitur u përplasën nga një automjet i cili po ecte në korsinë e dedikuar të mjeteve të transportit publik. Ngjarja ndodhi rreth orës 10:30 dhe tronditi banorët dhe kalimtarët e zonës. 2 nga fëmijët ishin duke lëvizur me monopatina elektronike në korsinë e biçikletave, ndërsa një tjetër i mitur ishte në një monopatin tjetër pranë tyre. Sipas burimeve të para, ekziston dyshimi se fëmijët nuk kanë respektuar sinjalin e semaforit dhe kanë kaluar kryqëzimin, ndërkohë që semafori tregon të kuqe për ta. Automjeti i bardhë, i cili i përket rrjetit të supermarketeve Pro Natyra, po ecë drejt Unazës në një zonë me shumë lëvizje dhe në kryqëzim i ka prer rrugën fëmijëve duke i përplasur dhe duke i marrë përpara disa metra. Forca e përplasjes ishte e madhe, gjë që dëshmohet edhe nga dëmtimet e mëdha të shkaktuara në xhamin përparm të makinës, i cili u thye pas impaktit. Monopatinat e fëmijëve u dëmtuan rënd, disa pjesë të tyre janë shkatruar pothuajse plotësisht, duke treguar për intensitetin e goditjes. 2 prej fëmijëve, një 9 vjeçar dhe një 11 vjeçar, ndodhen në gjendje të stabilizuar dhe po marrin trajtim në spitalin e traumës, ku po mjekohen për dëmtime në krah dhe këmbë. Ndërkohë, një tjetër 11 vjeçar është në gjendje kritike, pasi ka marrë një goditje të rëndë në kokë dhe aktualisht po mbahet nën kujdesin intensiv nga mjekët. Mjekët shprehen të rezervuar për gjendjen e tij, ndërsa familjarët presin me ankth lajmin për shëndetin e të miturit. Shoferi 41 vjeçar i automjetit u shoqërua menjëherë në komisariat për të marrë në pyetje dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Policia ka nisur një hetim të thelluar dhe është duke analizuar edhe pamjet e kamerave të sigurisë në zonën për të përcaktuar nëse fëmijët kanë kaluar semaforin me të kuqe apo nëse drejtuesi i automjetit ka qenë duke drejtuar me shpejtësi të tepruar ose në kundërshtim me rregullat e trafikut. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal, duke rikthyer shqetësimin për sigurinë e fëmijëve në rrugë dhe nevojën për masa shtesë për mbrojtjen e tyre. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar dënime të rënda për të pandehurit e dosjes së sterilizimit. Në total 36 vite e 6 muaj burg për 8 persona. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj vijon gjykimin i ndar pasi refuzoi gjykimin e shkurtuar. Në vijim të procesit gjyqësor për dosjen e sterilizimit, prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka kërkuar dënime të ashpra për 8 pandehurit që dyshohen për përfshirjen në skemën korruptive lidhur me tenderin e sterilizimit. Për ish zëvendësministrin e Shëndetësisë Klodiana Rjepaj dhe biznesmenin Ilir Rapaj SPA kërkon nga 10 vite burg secili. Megjithatë, për këta të dytë pandehurit, nëse pranojnë gjykimin e shkurtuar, dënimi do tulet në 6 vite e 8 muaj. Dënimet më të rënda rëndojnë pikërisht mbi Rjepajn dhe Rapajn, pasi ndaj tyre rëndojnë akuzat për vjedhje duke shpërdoruar detyrën përmes një grupi të strukturuar kriminal dhe falsifikim dokumentash. Gjithashtu, prokuroria ka kërkuar nga 3 vite e 6 muaj burg për Marcela Serianin dhe Sajmir Kadiun, ndërsa në rast të gjykimit të shkurtuar, dënimet do tulen në 2 vite e 4 muaj. Për Petraj Shemersinin kërkohen 3 vite e 6 muaj, por që në rast gjykimit të shkurtuar do të konvertohet me shërbim prove. Ndërsa për rektori në Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata, si dhe për Gens Byrazerin dhe Naila Ajazin, SPA ka kërkuar 2 vite burg, të cilat me gjykim të shkurtuar ulen në 1 vit e 4 muaj dhe konvertohen me shërbim prove. Në këtë dosje, përveç Rjepajt dhe Rapajt, 6 të pandehurit e tjerë, ish zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë dhe antar të Komisionit të Tenderit të Sterilizimit akuzohen për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentesh. Deri tani, në kuadër të masave të sigurisë, Marcela Serianaj dhe Sajmir Kadiu ndodhen në arrest shtëpie, ndërsa Arben Gjata, Naila Eazi, Gens Byrazeri dhe Petraj Shmersini kanë masën e detyrimit për paraqitje. Seanca e radhës e këtij procesi është caktuar në datën 9 korrik, ku priten të merren fjalët përfundimtare të mbrojtjes dhe më pas vendimi nga gjykata. Gjykimi ndaj ish ministrit Ilir Beqaj vijon i ndar pasi ai ka refuzuar të përfitojë gjykim të shkurtuar. Ky rast ka tërhequr vëmendjen e opinionit publik për shkak të përfshirjes së zyrtarëve të lartë dhe dyshimeve të shumta për korrupsion në një tender me ndikim të madh në sektorin e shëndetësisë.
Prokuroria e posaçme ka vendosur të shtyjë deri në shtator hetimet për irzvendës kryeministrin Arben Ahmetaj për shkak të mosmarrjes së përgjigjeve nga Zvicra lidhur me dosjen e incineratorëve në Elbasan. Hetimet janë duke vijuar për akuzën e korrupsionit, pastrimit parave dhe fshehjes së pasurisë. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka vendosur të shtyjë sërish hetimet për irzvendës kryeministrin Arben Ahmetaj lidhur me dosjen e incineratorëve në Elbasan. Pas një shtyrje të mëparshme prej 3 muajsh, organi i akuzës ka vendosur të marrë kohë deri në muajin shtator duke përfunduar hetimet, duke qenë se ende nuk kanë ardhur të gjitha përgjigjet e kërkuara nga letër porosit që janë dërguar drejt Zvicrës. Arben Ahmetaj jetohet në mungesë në mas siguri dhe akuzohet për korrupsion, pastrim parash dhe fshehje të pasurisë në lidhje me prokurorimin dhe menaxhimin e incineratorëve në Elbasan. Në këtë dosje janë përfshirë edhe ish-bashkëshortja dhe ish-bashkëtuesja e Ahmetaj, të cilët akuzohen për pastrim parash dhe ndaj të cilëve janë vendosur sekuestro mbi disa pasuri gjatë javëve të fundit. Kjo është hera e 4 që SPAK vendos shtyrjen e hetimeve për ish-zyrtarin e lartë duke shtyrë afatin përfundimtar të procesit në 23 shtator 2025. Deri atëherë pritet që prokuroria të marrë përgjigjet e nevojshme nga autoritetet zvicerane dhe të kryejnë hetimet më tejshme për zbardhjen e plotë akuzave për këtë çështje. Procesi hetimor mbetet në fokus të opinionit publik për shkak të rëndësisë së çështjes dhe personazheve të përfshira, ndërsa SPAK thekson angazhimin për luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivel të lartë. Me kërkesë të prokurorisë së Elbasanit u krye konfiskimi 14 pasurive në pronësi të Marcel Aranit, i cili rezultoi dënuar me vendim të formës së prerë në Itali për veprën penale të shfrytëzimit të prostitucionit. Pasuritë e sekuestruara përfshin apartament, automjete luksoze dhe një biznes tregtar në Elbasan, të cilat dyshohet se janë blerë me para të përfituara nga veprimtaria kriminale. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm në Elbasan ka kryer një hap të rëndësishëm në luftën kundër veprimtarive kriminale, duke kërkuar dhe siguruar konfiskimin e 14 pasurive të Marcel Aranit, i dënuar për veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Marcel Arani rezulton të jetë dënuar me vendim të formës së prerë në Itali, ku u shpall fajtor për shfrytëzimin e prostitucionit. Hetimet ndërkombëtare kanë treguar se ai ka kryer aktivitet kriminal në territorin italian duke përfituar shuma të mëdha parash nga kjo veprimtari e palishme. Autoritetet italiane kanë konfirmuar dënimin dhe kanë evidentuar përfitimet palishme financiare të cilat Arani më pas ka tentuar t'i legalizojë në Shqipëri. Hetimet kanë zbuluar një rrjet transaksionesh financiare që lidheshin drejt për drejt me aktivitetet kriminale të prostitucionit. Për të fshehur origjinën e këtyre të ardhurave, Arani përdorte metoda të sofistikuara pastrimi parash duke investuar në pasuri të paluajtshme dhe të luajtshme. Në kuadër të këtij procesi janë sekuestruar një apartament në qytetin e Durrësit, 13 automjete luksoze dhe me vlerë të lartë, një motomjet BMW, një aktivitet tregtar në fushë veprimtarie në tregtinë e automjeteve të dhëna me qira e mjeteve në qytetin e Elbasanit. Ky veprim i prokurorisë së Elbasanit përkon me angazhimin e vazhdueshëm të saj për goditjen e krimit ekonomik dhe kriminal në vend, veçanërisht ndaj personave që pasurojnë në mënyrë të palishme dhe përpiqen të legalizojnë përfitimet e tyre përmes sistemit financiar dhe tregtar. Autoritetet ligjzbatuese bëjnë thirrje për bashkëpunim nga qytetarët në raportimin e çdo aktiviteti të dyshuar financiar dhe theksojnë se lufta kundër krimit dhe korrupsionit do të vazhdojë pa kompromis në të gjitha nivelet. Një shpërthim i fuqishëm me tritol tronditi mbrëmjen e kaluar lagjen bashkimi në Vlorë duke shkaktuar dëme të mëdha në një biznes servisi dhe shitje motomjetesh. Fatmirësisht nuk pati të lënduar, ndërsa policia po punon për identifikimin e autorëve dhe zbardhjen e plotë të ngjarjes. Rreth orës 23 të mbrëmjes së kaluar, rruga transballkanike në lagjen Bashkimi në Vlorë u trondit nga një shpërthim me triton në pjesën e pasme të një biznesi që ofron shërbime servisi dhe shitje motomjetesh në pronësi të shtetasit Viktor Bezhani. Në shpërthim u dëmtua pjesët strukturore të godinës, përfshirë butonin e murit dhe xhamat, si dhe ambientet të brendshme të servisit, duke shkaktuar ndërprerje të aktivitetit normal. Fatmirësisht, në momentin e shpërthimit, biznesi ishte i mbyllur dhe nuk ka pasur persona të lënduar. Pronari i biznesit Viktor Bezhani, i cili ka mbi 30 vite eksperiencë në këtë fushë, u shpreh i tronditur dhe pas një ide për arsyen e këtij sulmi. Ai tha se nuk ka marrë asnjë kërcënim dhe nuk ka konflikte me askënd, duke vënë në dyshim motivet e sulmit.
Policia e Vlorës dhe grupet hetimore kanë nisur punën për sqarimin e rrethanave. Janë sekuestruar pamje nga kamerat e sigurisë, të cilat tregojnë lëvizje të dyshimta pranë vendit të ngjarjes pak minuta para shpërtimit. Por autorët kanë vepruar në një zonë jashtë fushpamjes së kamerave kryesore, gjë që tregon njohjen e mirë të zonës. Grupi hetimor po konsideron disa pista hetimi, përfshirë konflikte personale apo tentativa intimidimi, ndërsa banorët e lagjës shprehen të shqetësuar për sigurinë dhe kërkojnë masa më të rrepta për parandalimin e ngjarjeve të tilla. Hetimet vijojnë me intensitet, ndërkohë që policia kërkon bashkëpunimin e qytetarëve për çdo informacion që mund të ndihmojë në kapjen e autorëve. Gjatë 24 orëve të fundit janë raportuar 13 vatra zjarri, të cilat janë izoluar të gjitha, ndërsa në disa prej tyre situata vazhdon të mbahet nën monitorim të afërt. Autoritetet vijojnë punën intensive për shuarjen e tyre. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile njofton se në operacionin për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 118 forca operacionale, 22 automjete zjarr fikse, si dhe mjete të tjera transporti dhe gërmuese për të ndihmuar në ndërhyrje. Pavarësisht izolimit të vatrave, disa prej tyre, sidomos në zonat malore dhe të vështira, mbetet në vëzhgim të vazhdueshëm për të parandaluar përhapjen. Bazuar në informacionet e dërguara nga strukturat e sistemit të mbrojtjes civile në nivel qendror dhe vendor, në Qendrën Kombëtare Operacionale të Emergjencave Civile, në Agjencinë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, gjatë 24 orëve të fundit është raportuar për 13 vatra zjarri, të cilat janë izoluar të gjitha. Pas një pune të pandërprer, zjarri i rënë në një sipërfaqe me lis, shkurre dhe ullinj, në fshatin Llaman, njësia administrative Himar, Bashkia Himar, u arrit të shuhej. Po ashtu, u arrit të shuhej edhe zjarri i rënë në një sipërfaqe me shkurre në fshatin Amonic, njësia administrative Sevaster, Bashkia Selenic, si dhe vatra në një sipërfaqe me shkurre në lagjen Ish Fidanishtja. Qarku Kukës, edhe vatja e zjarrit në vend grumbullimin e mbetjeve urbane në fshatin Mamës, njësia administrative Kolsh, Bashkia Kukës, u shua plotësisht pas përpjekjeve të forcave, por zona po mbahet në monitorim. Rreziku i zjarreve mbetet shumë i lartë në disa qarqe, duke përfshirë Shkodrën, Kuksin, Lezhën, Durrësin, Tiranën, Elbasanin, Gjirokastrën dhe Vlorën. Këto zona karakterizohen nga temperaturat të larta dhe kushte të favorshme për përhapjen e flakëve. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile bën thirrje të forta për qytetarët që të tregojnë kujdes maksimal gjatë këtyre ditëve me temperatura të larta dhe të njoftojnë menjëherë autoritetet në rast se vërejnë ndonjë vatër zjarri. Bashkëpunimi i komunitetit është thelbësor për parandalimin dhe menaxhimin e këtyre emergjencave natyrore. Një zjarr me përmasa të konsiderueshme ka përfshirë pasditën e sotme zonën e Zvërnecit në Vlorë, duke rrezikuar banesa për shkak të përhapjes së shpejtë nga era dhe temperatura e lartë. Forcat zjarr fikse janë angazhuar me 3 automjete, ndërsa banorët janë bashkuar përpjekjeve për të frenuar flakët. Një zjarr i fuqishëm ka shpërthyer pasditën e sotme në zonën e bimësisë dhe shkurreve në Zvernec, një prej zonave periferike të qytetit të Vlorës. Për shkak të temperaturave të larta dhe erës së fortë që po frynë në këtë pjesë, flakët u përhapën me shpejtësi, duke rrezikuar në mënyrë serioze disa banesa dhe prona të vendosur afër zonës së zjarrit. Në vendngjarje kanë mbritur menjëherë forcat zjarr fikse, të cilat kanë dërguar 3 automjete zjarr fikse dhe kanë punuar me intensitet për izolimin e vatrave dhe frenimin e përhapjes së flakëve. Për shkak të terrenit të vështirë dhe nevojës për ujë të mjaftueshëm në operacion është angazhuar dhe një automjet i ujësjellësit që furnizon forcat në terren me ujë të freskët. Banorët të zonës alarmuar nga rreziku për banesat e tyre kanë dalë në ndihmë të zjarr fiksëve duke përdorur mjete rrethanore për të ndihmuar në shuarjen e flakëve. Ky bashkëpunim është thelbësor për të parandaluar dëmet më të mëdha materiale dhe për të mbrojtur komunitetin vendas. Ndërkohë, shkaqjet e zjarrit nuk janë përcaktuar ende zyrtarisht, por dyshohet që mund të ketë qenë një zjarrvënie e qëllimshme, fenomeni i cili ka ndodhur shpesh në zonat bregdetare dhe pyjore të jugut gjatë ditëve të fundit. Autoritetet lokale kanë nisur hetimet për të zbuluar nëse ka pasur ndërhyrje të qëllimshme apo janë shkaktuar nga shkaqe natyrore apo pakujdesia. Emergjencat civile dhe institucionet përgjegjëse kanë bërë thirrje urgjente për kujdes maksimal, duke lutur qytetarët që të mos ndërmarrin veprime të papërgjegjshme që mund të përkeqësojnë situatën dhe të njoftojnë menjëherë autoritetet në rast shfaqjeje të flakëve të reja. Për momentin situata mbetet në monitorim të vazhdueshëm, ndërsa forcat e emergjencës vazhdojnë punën e tyre për shuarjen përfundimtare të zjarrit dhe për të siguruar që banesa dhe banorët të jenë të mbrojtur. Do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 26 qershor 2025 do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me mot të kthjellët dhe temperatura të larta në të gjithë vendin.
Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 16 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 36 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 19 deri në 35 gradë Celsius. Kukës, 16 deri në 32 gradë. Peshkopi, 15 deri në 31 gradë Celsius. Tiranë, 17 deri në 35 gradë. Durrës, 18 deri në 34 gradë Celsius. Kavaj, 17 deri në 34 gradë. Elbasan, 16 deri në 35 gradë. Berat, 17 deri në 35 gradë Celsius. Korçë, 15 deri në 30 gradë. Vlorë, 18 deri në 34 gradë. Gjirokastër, 16 deri në 36 gradë Celsius. Sarand, 19 deri në 33 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 26 qershor 2025 do të karakterizohet nga motikfjellët dhe temperatura të moderuara në të gjithë vendin. Temperatura minimale do të zbresë deri në 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të arrijë deri në 29 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor verilindor me shpejtësi 3 deri në 5 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 11 deri në 29 gradë Celsius. Podujev, 11 deri në 28 gradë Celsius. Skënderaj, 11 deri në 28 gradë. Pej, 12 deri në 29 gradë. Prishtinë, 11 deri në 29 gradë Celsius. Gjakov, 12 deri në 29 gradë. Malishev, 12 deri në 28 gradë. Gjilan, 11 deri në 28 gradë Celsius. Ferizaj, 12 deri në 28 gradë. Kaçanik, 12 deri në 28 gradë. Suhare, 13 deri në 28 gradë Celsius. Prizren, 12 deri në 29 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, kalofshit mirë dhe miru takofshim.